Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi gjithashtu thotë rrefen, nëna ime e nderuar më tregoi se një herë Mesiu premtuar alayhis salam kishte thënë se i ishte shpallur nga Allahu i Madhrishëm, ose se Allahu i Madhrishëm e kishte urdhëruar të thoshte shpesh këtë fjalë, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nëna ime rrefen se për këtë arsye ai i thoshte aq shpesh saqë edhe natën kur kthehej nga njëra anë në tjetrën në shtrat, kjo fjali ishte në gjuhën e tij. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi rrefen shton se kur ja tregoi këtë rrëfim Molvi Sher Aliut, ai tha se edhe ai e kishte vërejtur se Mesiu premtuar e thoshte shpesh subhanallah. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi rrefen gjithashtu nga vazhdimi i tij personal se ai gjithmonë e dëgjonte Mesiun e premtuar duke përsëritur subhanallah. Ai përsëriste këtë fjalë shumë ngadalë, me ndalesa, me përqendrim dhe me përkushtim. Në këtë mënyrë, krahas përsëritjes së saj, ai meditonte mbi cilësitë e Allahut të Madhrishëm. Ai shkruan më tej se Pir Sirajul Haq Numani i kishte treguar se mënyra e gjumit të Mesiut të premtuar ishte e tillë që pas intervaleve të shkurtra zgjohej dhe shqiptonte me zë të ngadalt. Subhanallah, subhanallah. Pastaj flinte sërish.